Stina alergjive shoqërohet në shumë raste edhe nga gripi i syrit. Mjekët okulistë në Elbasan thonë se kjo ka qenë një periudhë virozash edhe për syt, ku në disa raste pacientët vinë vonë kur shenjat janë agravuar deri në vështirësi në shikim. Mjekja okuliste në Poliklinikën e Specialiteteve Ardeida Xhamuça sheh si shqetësim vetë kurimin e qytetarëve, të cilët në shumë raste e agravojnë problemin. Problematikat e përgjithshme për të cilët ne shikojmë çdo ditë pacient që i përqasen shërbimit ton, variojnë nga probleme refraktive të shikimit, siç janë miopia, hipermetropia, astigmatizmi, në problematika që janë disi më të thella apo që kanë lidhje me stinën, siç janë virozat apo alergjit. Në këtë periudhë po kemi një rritje të shtuar të alergjive dhe problemeve që prekin syrin, siç janë skuqja e syrit, lotimi i vazhdueshëm, rrjedhja e sekrecioneve, fotofobi ose thënë ndryshe dhe ndjeshmëria ndaj dritës. Simptomat me të cilat shfaqet gripi i syrit variojnë nga skuqja e syrit, lotimi i shtuar, fotofobi ose ndjeshmëri ndaj dritës dhe sekrecione të ndryshme. Në këtë periudhë kemi një shtim të moshave të prekura, të cilat janë moshat e reja, parashkollor dhe fëmijët më të vegjël, të cilët janë në kopësht apo çerdhe. Mjekja apelon për kujdes me higjienën dhe mjekimin, pasi sëmundja është shumë ngjitëse. Gripi i syrit vjetër më shumë tek fëmijët për shkak të përhapjes në kopshte dhe shkolla, por edhe mbi vendosjes së virozave të stinës. E para dhe themelorja është higjiena e duarve, sidomos kjo higjienë tek fëmijët. Gripi i syrit është një viroz që qëndron gjatë nëpër ambientet ku fëmia është, kështu që prekja dhe disinfektimi i ambientit ku fëmia qëndron është e para. E dyta është higjiena, përdorimi vetjak i peshqirit, i jastëkut etj. Janë një nga masat që mund të na e parandalojnë shfaqen dhe përhapjen edhe brenda familjes të gripit të syrit. Fëmijët të vegjël janë mosha që afrohen më shpesh tek okulisti për problematika të gripit të syrit, kjo për shkak edhe të virozave që mbivendosen, jo vetëm në gripin e syrit. Gripi i syrit është një infekcion viral që ngjitet përmes kontaktit me personat e prekur e shkakton skuqje të syve. Rastet e komplikacioneve të syrit prej virozave ndonse në pjesën më të madhe të tyre janë pa pasoja. Disa të tjera kanë çuar deri në reduktim të shikimit për shkak të vonesave në trajtim apo vetkurim.